Po vrejmë një numër të konsiderueshëm të punëtorëve, sa janë të punësuar këtu? Po tash është sezona, kemi diku 10 punëtorë. Femna edhe meshkuj. Ka të punësuar të përhershëm, po ka edhe sezon. Po sezonal, domethënë me sezonal krejt 10 punëtorë. Mirdita. Mirdita. Tash është ora 12, kur ke nis me punë sot? Prej 8-ve. Sa gjatë koha punës? Prej 8-ve deri në 6. Këto punojmë edhe me 2 ndrrime. Që sa vite punon? Që 5. Je kënaqur me punën? Po shumë. Je punëtore stinore apo e përhershme? E përhershme. A i pagun punëdhënësi obligimet shtetit Po mirë shumë. Edhe trusin edhe krejt? Mirë. Ushqimin? Po. 2 herë në ditë na japin ushqim. Kënaqur me të ardhura? Mirë shumë. A ke zotnu, është një zeje pak, edhe juja është e femra, po është edhe burra, po a ke zotnu këtë zeje mirë? A ke ditë për porën, apo është dashtë kohë që ta mësash? Jo, është dashtë kohë që mësoj këtë. Pisi jam ardhë, këtu jemi mësuar. A i të rekon konsumatorëve praktikat kultivuese? Po. Si duhet trajtohet, si duhet mjellet, kujdeset, vaditja, gjitha këtu? Po. Mas pari na vinë fidanet, ato i mjellum në për këto tazat, që si për shembull këtë, tani kjo zhvillohet, rritet, edhe është e gatshme për... Kjo është izbegunje. Për cilat janë kërkesat më të mëdha? Për çka janë të interesuar? Për cilat lule? Po varet prej pëlqimin e konsumatorëve. Kërkesa më e madhe është edhe për këtyne, se këtu mbjellen e për kopshte, në për parqe, në për oborre, në për... Do të thotë edhe për ambient mbyllur, por edhe ambient jashtëm. Po, për 2 ambientet. Stina pranverës është edhe stinë e luleve. Në Agroser, nga dita në ditë shtohet numri blerësve. Konsumatorin nga këtu shoqërohet me fidane cilësore dhe këshilla të duhura për suksese kultivuese. A je konsumator i ko paskoshëm apo i përhershëm i lule? Çdo herë, çdo vetë thuja që jam konsumatori përhershëm. Këtu në Agrosera apo ke edhe? Kam edhe tjera të mirë, po zakonisht viteve të fundet marrëm këtë lulishte këtu. Natyrisht ju ka të rek diçka këtu është? Me siguri pok, një gjelbërim i madh, i bukur, llojet ndryshme të luleve, për atë arsye dhe vije më shpesh. E konsultoni edhe format e kultivimit apo i kryeni to punë? Pyetje edhe vetë mirë, po edhe biolog jam pak e kam më të lehtë. Do të thotë keni edhe pak edhe po. Edhe bashkëpunëtorët ashtu ndihmon, mirë, po sot kjo ardh çka me ble? Ato lule të cilat na pëlqejnë. Nuk po tham, mirë, po me pëlqyer nuk e kthyer fort çmimin sa është. Mirë, po e marr atë. Çka ndikon lulja në njeriu? Po te lulja varet për shijes njeriu se çfarë ka. Mirë, po çdo gjelbërim që me të vërtet është i mirë, domethënë ndikon në pastrimin e ajrit, në ambientin e njeriu. Ku ka gjelbërim, ka edhe ajër të pastër. Ku s'ka gjelbërim, domethënë largo prej atij venit. Biolog, a mësoni diçka dhe me arsim, a jeni? Punoj në arsim. E tash shkolla, a ka ambientin, a ka... Për fat mirë. Ka kujdes. Për fat mirë, vetë e kemi fituar vendin e parë në komunën e Trovicës. Kështu që kena marrë një donacion për 120 euro, e kemi shkollës, po tam që është më e mira, mirë po ndër më të mirat është. Edhe nga ambienti jashtëm. A mos keni ndikuar në kolektiv si biolog, se keni nuk po tham, vetëm për vetes kisha mujt, mirë po të falenderoj edhe drejtorët, edhe nxënësat përgjithësi. Gjithmonë më kanë përkrahi, kështu që me të vërtet kena arritë. E tash ju përbend bashkëpunimin këtu me stafin e Agroser, si në të kënaqur me ta ndërka sa jeni të kënaqur me çmime? Me çmime, drejtë me thonë, për standardin e jetës fare kemi na, jemi koqa. Megjithatë, unë mundohena që çdo vit me kultivue bimë të reja. E kam edhe një kopshtamin të shtëpijak, mundohën e ato me majtë brenda mosive që fari. Edhe aty ka mirë, po shkollën e kemi shumë me një ambient, edhe parkun shkollor, po edhe brenda kemi lule të llojeve ndryshme kemi.